Një pjesë e njerëzve të cilët nuk janë përballur ndonjëherë në protestë me gazxhocjellës. Gazxhocjellës është shumë i fortë para. Është shumë i shqetësuar, po të rria afër nënës, kërkon nënën afër. Shikoj, pra është ashtu dhe nëna është në panik, kuptimin është sepse për shkak të djalit ka ndikuar gjendja emocionale e djalit dhe të gjendja emocionale e nënës. Mendoj që kjo ka qenë rastisht aty. Pra nuk kemi të bëjmë me manipulim ose futjen e një personi në vëngjas, sepse është i vetmi vend që do kalon. Tani përsa i përket përplasjeve që ndodhen. Kush le të themi kush provokoi, a do duhet të reagonte ashtu policia në atë lloj forme? A kemi ne polici të trajnuar për të menaxhuar grupe protestuesish? Qoftë edhe në këtë rast ishin me veza, po qoftë edhe me perime, domate, se që kemi parë aty. Ose me qep të prishme. Mendoj që duhet policia ka nevojë për trajnim. Pse? Sepse këtu ka pasur gjithmonë protesta që shuan. Kjo protestë nuk po shuhet. Jo ka rënë numri, jo numri nuk ka rënë. S'është vap, njerëzit kanë një plazh. Ky numër ulet dhe ngrihet mbas të protestës. Dje për shembull kishte. Po ka njerëz që ndodhi në ka njerëz, pra problemi është i tillë. A ka njerëz që protestojnë që ka njerëz që ka gjëra që shkojnë në këtë vend. Po shkojnë pra e dalin në protestë. S'mund thosh janë gjithë këto njerëz që duhen kthy përgjigje dhe numri është i madh. Policia duhet të trajnohet, sepse nuk ka pasur në historinë në 35 vjeçare një qëndrim kaq persistent dhe rezistent që ka rezistuar kohës. Një qëndrim gati, domethënë që të qëndrueshëm ditë për ditë, pra nga data 31/5, pra që nga maj, fundi i majit, ne kemi një qëndrim, kemi një qëndrueshmëri. Pra kemi njerëz të qëndrueshëm të cilët po rrinë. Pra mund të jetë numri i madh i vol, nuk mund të matet jo janë pak sot edhe çohet droni shumë larg, se droni sa më lart shkojnë duken pak, por mendoj që ka njerëz. Ka njerëz të cilët protestojnë në vendin tonë, ka gjëra që shkojnë dhe këta persona duhen dëgjuar. Pra duhen dëgjuar çfarë problematika është ka. Duke që do flasim më vonë për gjithë sektorët e jetës, por dhe policia duhet të trajnohet sepse po ndodhin fenomene të reja, pra njerëzit po protestojnë. Nga më përpara që thotin shqiptarët janë gjumë, jo s'janë gjumë, janë gjithë trinjët. Unë i kam pa vetë, nuk ke mosha që ose militant partie siç ka qenë më përpara që të marrësojnë për partinë, ke njerëz të cilët janë të zanateve të ndryshme, ke punëtor, ke intelektual, pra janë gjithë bashkë. Pra ka një energji ndryshe. Ka një energji ndryshe dhe janë të gjithë për një qëllim. Pra nuk është se po synohet për me kap me bo një parti politike, po protestohet në një shoqëri demokratike për gjëra që realisht nuk shkojnë. Fati i cili u pranu nga vetë kryeministri. E qartë. Langozi përsa i përket përplasjes që ndodhi mes protestuesve dhe policisë, ne unë pash dhe disa pamja aty se që ishte një si lëng gjyrë bluaj, si nuk e di si gurkali, si ta them. Për mendimin tim ka lindur provokimi i policisë, sepse kam parë një nën që trishin zvat. A mund të flasim ne që tu kishte kjo nëna rezistencë të atill që të kundërshtonte forcat e policisë. E kam parë gjithë shqiptarët si trishin zvat. Apo dhe rasti kësaj nëne që ishte me fëmijë, apo dhe fëmijë të tjerë të mitur cilët kishin janë dhunuar me gaz lotciellës. Pra, policia në rasti konkret ka bërë gabim shumë të madh që është bërë palë me politikën dhe nëse ne do t'i referohemi faktit, aty ishte një shef komisariati, i cili protestuesët rrinin ai insulmonte. Besoj kemi parë të gjithë në video që e sulmonte vetë shefi, kishte marrë një sprite dhe i godiste protestuesit sy. Si është e mundur kjo gjë? Si është e mundur që të dhunosh protestuesët? Normalisht vezët janë simbolik. Nuk është se po dhunohen deputetët, po janë simbolik për të përpis atë politika, atë vjedhje, atë grabitje që është bërë nga këta politikanë Shqipërisë. Se nuk të vret veza, madje e goditën në kokë shefin e komisariatit numër 4, me sa mos gaboj, dhe nuk pati probleme. Vazhdoi aty luftën me protestuesët. Pra, si mundet të ruajmë ne makinën e një deputeti, të blerë me lekët e taksave tona, edhe të dhunosh fëmijët, ti lëshosh gaz lotciellës, për mendimin tim kjo është shumë e rëndë. Dëgjova dhe komunikata që bëri drejtori i përgjithshëm policisë shtetit. I tha të mos ushtrohet dhun ndaj qytetarëve. Sërish nuk u dëgjua. Nuk u dëgjua ta veprua Përse merr ndonjë urdhër tjetër më i fortë aty në vend?
patjetër shefi i komisariatit numër 4 doli kundër urdhrave të dhëna nga drejtori i përgjithshëm, sepse drejtori i përgjithshëm tha të mos dhunohen protestuesët. Doli komunikat për media e tjerë. Jo, bëri të kundërt të shefit dhe provokonte gjatë gjithë kohës protestuesët, që u agravua situata në atë lloj gjendje pastaj. E qartë. Mirë, tani, duke qenë se jemi tek çështja e protestës, mirë apo keq, protesta, duke se i ka dhënë një tronditje sistemit politik të ndërtuar në Shqipëri në këto 36 vite. Pra, krahas qeverisë, që kërkohet sigurisht dorëheqja e qeverisë, është goditur në këtë protest edhe opozita si strukturë politike e cila nuk i ka shërbyer ashtu siç do duhej politikisht vendit. Dhe duke se reflektimi i parë publik vjen pirisht vetë nga kreu i qeverisë, Edi Rama, i cili tha që kjo protest në bulevard ka qenë një pasqyrë reflektimi dhe që ka dalë një mësim nga protesta e flamingove. Dhe mbi bazën e këtij reflektimi është publikuar, është prodhuar nga ana e qeverisë një dokument i titulluar Besa. Pra me sa duket, Besa është një kthes politike që kërkon të bëjë qeveria bashkë me të gjithë kabinetin e me të gjithë strukturat që ka dhe partia socialiste për të shërbyer mandatit të kadrët, sigurisht mbi bazën e asaj se çfarë është kërkuar dhe nga ana e protestës. Dëgjojmë çfarë tha kryeministri dhe rikthehemi ta diskutojmë. Ky është një tjetër mësim, shumë i shtrenjtë i bulevardit Flamingove. Dhe nga këto mësime, lindi edhe ky dokumenti që i parë që kam sot. E kam titulluar me një emër shumë të vjetër dhe shumë të madh. Besa. E di që ky emër do hap debat, por e zgjodha edhe sepse ha debat. Asnjë fjalë tjetër të gjuhës tonë nuk gjeta që ta thotë më qartë çfarë kthese i duhet mandatit të katërt. Që njerëzit e këtij vendi të mos i përjetojnë më vendimet tona si prerje në besë. Të mos ndihen më të padëgjuar, të painformuar dhe përveç se të padëgjuar, të painformuar, të papërfillur. Po, nuk do shtjelloj këtu dokumentin larg qoftë, se është më shumë faqe se sa fjalimi, që siç e shihni, është karakteristikisht jo i shkurtër. Do të ta merrni të gjithë me vete për ta shkoqitur qetësisht gjatë pushimeve, sepse është i hapur për, siç thash, kontribute. Megjithëse e di që përpara se të filloni ta lexoni, do jetë hedhur nëpër kanalet sociale, i mbuluar me pupla sorrash. Mirë, ky është deklarimi i kryeministrit Rama për sa i përket dokumentit të titulluar Besa. Llangozit ta nisim së bashku. Tani në kuptimin tuaj, çfarë është Besa që po kërkon apo po ofron kryeministri dhe po kërkohet vonë apo është krejt në kohën e duhur? Andaj unë e kërkova këtë dokument se më bëri kurioz, tash hajde mbase ne do bëhemi pjesë e Besës kryeministrit, por nuk e gjeta. Nuk e di, e ka publikuar në një media të gjithë dokumentin? Këtë nuk e di, të paktën nuk e kam parë të plot edhe unë gjatë kërkimeve të mia. Se herë këtu nuk ka dokument fare. A ishte i faqe para ty, edhe një propagandë nga ana tjetër për të bindur shqiptarët, dhe unë mendoj që kjo letër që nxori kryeministrin pa është kali i Trojës për të mposhtur protestën. Pra ai po ju fut në mes që ne shiko se duhet të zgjasim dorë njëri tjetrit, të japim besën që shiko unë do punoj për ju. Dhe ne do këtë ta bëjmë për 90 ditë sipas atij. Po ne po bëjmë 14 vjet që presim të bëhet diçka për vendin tonë. Çfarë është bërë për 14 vjet? Është bërë grabitje, është bërë manipulim, është bërë vjedhje, është shitur Shqipëria, janë shkatruar spitalet, u larguan mjekët nga Shqipëria, u larguan të rinë nga Shqipëria. Kjo është Besa, çfarë besë do japi ky atyre njerëzve që janë larguar nga Shqipëria për shkak të mos qeverisjes së drejtë të këtij kryeministri? Çfarë besë do të japin atyre që kanë krijuar familje në Europë? Çfarë besë do të japin trurit të kombit shqiptar që është marrë nga Europa dhe nga bota?
Ne kemi mjekët, mjekët tani ka Gjermania punojnë atje. Ne nuk i kemi, e këshim pasuri kombëtare. Pasuria jonë kombëtare na e morët. Për shkak se nuk ishte qeverisja dur. Ne kemi shkatrim sistemi drejtësisë. Ne kemi shkatrim në çdo fushë. Atë qa bese do t'japim ne, kur një qytetar nuk merr të drejtën e vet të pensionit dhe rrit 20 vite në procese gjyqësore. Çfarë do t'japim besë ne kur një gjyqtar patronazhist i rrëzon të drejtën e pensionit një kooperativisti? Sepse kështu e ka uzuar fryma e partisë. Ne kemi gjyqtarë dhe prokuror partijak sot, që komandohen si telekomand nga kryeministri. Dhe ne nëse nuk do kemi drejtësinë, ne nuk do kemi më shtet. Drejtësia përfundimisht është e kapur nga shteti, nga qeveria, nga kryeministri. Dhe ne nuk mund të pretendojmë më për besë, sepse besa nuk është kryeministri, po është drejtësia. Sepse kur ai kryeministri shkel atë marrëveshjen që ka propozuar, do shkojmë gjykatë. Edhe kur nuk kemi gjykata, ku do shkojmë? Kur ne kanë zaptuar gjykatat, patronazhistët, persona që kanë shërbyer pushtetit, si Ina Rama me kompani që kanë dalë atje pas lloj procedure u bën gjyqtar. Dhe ne nuk mund të pretendojmë për besë, se na nxjerr kryeministri një fleta 4 me ngjyra e duke na thënë ja ku e keni dokumentin. Duhen prova. Po mirë tani, avokat, a mendon se është një strategji e mirëfillt e qeverisë e cila pasqyron reflektimin që ka ardhur nga protesta e këtyre afro 2 muajve, apo është strategji që sigurisht pushtetet kërkojnë për të mbajtur në kontroll situatën? Tu kemi kalin e Trojës dhe nuk duhet ta besoj askush, se kryeministri po mashtron, është duke ju dhënë diçka, një letër A4 dhe shko sa tallë se është kjo. Se çdo lloj projekti publik, çdo lloj udhëzimi, çdo lloj projekt që mund bëjë qeveria, duhet ta shohim ne, bëhet publiku, duhet ta di publiku, është dakord se është dakord, kush është ai pa konsultim publik, ta nxjerrë atë ç'a mendon, ta nxjerrë, ta marrë vesh ç'a do bëj ky për 90 ditë, se pas ka shkopi magjik që për 14 vjet ka vjedhur dhe për 30 ditë, 60 ditë, 90 ditë do bëka Shqipërinë. Kush e ha këtë? A e besojnë më shqiptarët një gjë të tillë? Nuk e besojnë. Sepse një pa besë nuk mundet kurse si ti besojmë se po na jep besë. Një kryeministër që përdor një fëmijë autik, nuk mund t'i besojmë që do bëj Shqipëri. Nuk i beson njeri. Dhe unë mendoj, nëse do jetë një karem për të ulur ritmin e protestës, është e gabuar. Sepse nuk mund ta shikojmë kryeministrin ne të bëjë autokritik kur ai është përgjegjësi numër 1 për çdo lloj grabitje në Republikën e Shqipërisë. Nuk mund t'i besojmë ne autokritikës së një kryeministri që ky kryeministër bën mbledhje me grupe kriminale, që jep 60% të lejeve grupeve kriminale, leje të ndërtimit në Shqipëri. Si mund t'i besojmë ne? Nuk ka besë për mendimin tim. Nuk ka besë. Po unë mendoj që mendimi im është i gjithë shqiptarëve. Të gjithë shqiptarët nuk kanë pensione, nuk kanë ilaçe skaduara, nuk kanë shtretër spitale, nuk marrin shërbim. Qa besë, si do t'i bëj ky gjithë to për 90 ditë? Dhe kur ky i bëga për 90 ditë gjithë to veprime, pse si ka bërë për 14 vjet? Kush ka qenë arsye? Glabrimi që ka bërë Shqipërisë. Qa do t'i bëj? Bishporës që është bërë me dokumentat falsifikuara dhe sot e kësaj dite nuk veprohet. Nuk e jeton as prokuroria posaçme, as qeveria, as kush. A është ta bëjmë proces për paveshmërinë e marrjes së atyre pronave nga avokatura e shtetit se ka detyrim, po bëjmë mbi 60 ditë protest. Që protestohet për Zvërnecin, protestohet për Bishporë, protestohet për pronat e grabitura. Kemi një padi, kemi dëgjuar gjë që të hapet një padi për Zvërnecin. Jo, pse? Sepse aty janë grabitja që të dyja palët politike për çështjen e Zvërnecit ka planuar publikisht SPAK që ka një hetim të mirëfillt, sepse mediat ndërkombëtare gjatë kohës që nisën protestat, i kishin dërguar pyetje masive avokat, CNN-i në Londër, The Times-i, edhe e pranojnë që për çështjen e Zvërnecit ka hetim
të Mirfield, për Sazani dhe për Kushneri nuk ka sigurisht, po kjo pjesa tjetër duket se po hetohet. A se ku do shkojë hetimi dhe i ku arrin pikat që kap këtë nuk e dim ne. Këtë e din ata burrat që kanë ndorë këtë dosje. Dhe për to besoj bjem dakord avokat. Qofse do ketë hetimi është bërë. Besoj Karanja e di shumë mirë që prokuroria e Tiranës ka një dosje eksploziv që mund të minojë jo vetëm Zvërneci, po gjithë Shqipërinë, gjithë pronat e Shqipërisë të grafitura. Ka mbi 2000 përgjime që kanë dalë zyrtarë shqiptarë për mënyrën se si manipulojnë pronat. Po a intereson prokurorisë posaçme kjo gjë? Jo. Pse? Sepse është në lojë sistemi bankar shqiptar, që mund të nxjerrë gjithë pisliqet e atyre prokurorëve që janë mbuluar në proces vettingu në bashkëpunim. Pra ne këtu kemi një sistem korruptiv nga prokuroria deri te përfituesi i pasurisë, sepse përfitues tu kemi sistemin bankar. Kemi personat veshur me pushtet, kemi kryeministrin që ka fshehur lekët nëpërmjet personave të tjerë, kemi ish kryeministrin e mëparshëm. Pra ne këtu kemi bashkëpunim. Dhe nëse do kishte vullnet që Zvërneci po hetohet, do të ishte sekuestrohet, edhe pastaj shohim ne krijojmë atë hapin e besës. Ne edhim besën, pra sistemi po funksionon. Ne e qartë. Faleminderit. Ne kemi këtë ne, sepse ne kemi Limionin në Saran, që është vendosur dhe sekuestro nga gjykata, dhe gjykata është e lartë thotë që është cënuar siguria kombëtare, dhe gjykata kushtetuese të njëjtën gjë, dhe thonë që Bardhyl Koçaku dhe ministrja Olta Xhashka kanë cënuar sigurinë kombëtare dhe marrëdhënie me NATO-n, dhe a kemi akuzë deri më sot nga kjo prokurori? Dhe pse nuk kemi? Sepse me urdhra politike shumë e thjeshtë. Ne e qartë. Është shumë e thjeshtë. Ktu kemi glabërim të pronave të shqiptarëve në bashkëpunim. Ja bërpis dhe ata prokurorë që nuk e hetojnë edhe nuk vendosin sekuestër. Dhe kur vjen puna për ndjekjen e një qytetari se si ka vajtur, ka punuar duke mbledhur ullin lekët në Greqi, nuk i fusin dot sistemin ton bankar se kërkojnë llogari. Ku i gjetet? Kështu që kjo është ajo që është e rëndë. Dhe nëse duan e ka hetuar prokurori Armand Gurakuqi me oficerin Emror Kasa, e ka një dosje atje sa i malega. Dhe din shumë mirë se si është përfituar prona. Nëse nuk e kam unë, asnjë media në Shqipëri përveç jush nuk interesohet për këtë dosje. Nuk interesohet. I kam 2000 përgjime që janë shkatrim për gjithë sistemin. Si merr prokurori? E di shumë mirë prokurori çështjes që heton në SPAK që ajo dosje ekziston. Se me urdhër të ish prokurorës përgjithshme është dyshuar prokurori konkluzione përfundimtare. Nuk e hetojnë sepse këtu kemi interesa të ngushta. Këtu kemi ndikime për kaluar vettingun, për të përfituar nga reforma në drejtësi, dhe kjo është reforma. Kjo është besimi që do t'i japim ne. Zvarritje procesi, hetim selektiv, hetim me urdhra politik. Nuk mund t'jetë drejtësia telekomand duart e një politikan. Se është e rrezikshme, presidenti i rrezikshëm. Ne e qartë. Faleminderit Langozi. Tani reflektime vërtet besa sipas jush Karanja, apo siç ndodhë rëndom që pushtetet kërkojnë të mbajnë kontrollin, pra kjo lidhet me konceptin e rilindjes 2.0, sipas kryeministrit, dhe thotë transformimi fizik i vendit ka mbaruar, tani duhet transformimi i marrëdhënies mes shtetit dhe qytetarit. Tani, para se të dalim për qëllimin e kësaj, neve do bëjmë një interpretim gramatikor të fjalës besë. Pra, pse lidhet besa? Se ka pas pabesi. Pra, këtu ka pas pabesi lidhet besa, se kur e punët mirë, s'ke pse jep dhafin tjetët. Çka tregon? Që gjithë kjo pabesi, pra kanë drejt protestuesit që protestojnë për gjithë pabesin që është bërë popullit shqiptar për 36 vjet. Pra, populli shqiptar është grabitur, kemi një sistem gjyqësor të shkatruar, janë investuar nga paratë e popullit shqiptar $400 milion të cilët janë bërë për qenefe, për me boj qef në ndërkombëtarët dhe kombëtarët, morë nga 36.000 euro në rrugë. Kemi spitalet e shkatruara. Sa do propagandë bëhet, spitalet i ke të shkatruara. Nuk ke mjekimet bazë. Kur shkon në spital, duhet morësh te farmacia përballë. Ke rrugët me çmim të lartë. Ke patronazhistët në vende pune kryesore. Të provuara këto në vendime penale. Konkretisht, Daniel Shima, po marrin te Akshi, nga shofer u bë zvënës drejtor.
drejtoreshe postës në Durrës. Pra si u vën këta njerëz? Kemi drejtorin e rrugëve që është në burg për rastin e dosjes së Ballugu, zotin Berberi. Pra kemi të gjithë personat të vendosura në vende pune që janë patronazhist, ose janë personat të cilët i vesh shefi aty